njëra dhe tjetër anë, por asnjëherë kështu duke i nxjerr në publik. Cila është pritshmëria juaj reale? Pritshmëria reale është, mas pari do të me pa disa elemente. Fushata ka qenë shumë e mirë, aleanca nuk është fajtore për blokadën që është kriju institucioneve të Kosovës. Periuda e tranzicionit, dhe më thonë, ne kemi pas aleanca ka pas kuvendin zgjedhor, në shumicën e degëve ka pas, jo vetëm dhe më thonë, jo vetëm tek kryetari Haradinaj, për shumica e degëve ka pas ndryshim të strukturës, ka ardhë energjie re, shihen fytyra të reja, vetë lista, hartimi listës, besoj që ka qenë përpilimi listës, ka qenë e bazuar kryesisht në strukturë dhe ka qenë një listë shumë e re, shumë ndryshe. Aleanca me të drejtë pret një rritje solide dhe rezultat më të mirë dhe rritje të deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Korça, po e nis me ty. Faleminderit shumë Kushtin. Zotri Arifi, ju